Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nuk po ndalet. Prej vijës së kufitare në Rugov zbrite në Ferizaj. Ai shprehi qëndrimin e tij lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Haradinaj tha se kjo është në kundërshtim me kushtetutën dhe planin e Ahtisarit. Sidomos bjen në konflikt me njën e partë kushtetutës që Republika e Kosovës është një shtet unik. Në këtë rast gati së është një shtet përbërë, pra ka disa mënyra të organizimit vetë. Mendojmë që është gabim mënyra e këtij dhe një asociacionit komunave dhe jemi kundër, kemi deklaruar edhe dje. Kjo është ma shumë se Ahtisari, ma shumë se kushtetuta jonë, ma shumë se ligjet tona, pra është diçka tjetër, pra të edhe qujmë këthim prapa. Është del nga pakuja, del nga gjitha vendimet para prake, pra është një zhvillim i ri, por që është këthim prapa, pra që këthim Kosovën në periudat e vështira realisht vetë. Po, është... Sot janë hopat që do të ndërmerë Aleancën? Ajo marrëveshje s'mundet me u zbatu, është gabim. Pra s'ka si me u zbatu. Ne nuk e njohim atë marrëveshje si të tillë. Haradinaj gjithashtu u dëshiroi mirëseardhje një grupit të rinjve në AK-n e Ferizajt. Kreu i AK-s u tha të rinjve Ferizaje se po bëjnë mirë që nuk po qëndrojnë indiferent ndaj situatës aktuale dhe po aktivizohen në jetën politike për të ndryshuar të ardhmen e tyre dhe atyre që vinë pas. Ju shpreh falënderimin tim sinqert për vendimin e juaj që ne me qenë bashkë. Lejoni me e përshëndet veç me Gjidin, me Gjid Ramusën. Dhe mirë se jemi kështu zbashku. Ndoshta dy fjalë me rastin e këtij momenti se ju sot keni vendosur me qenë Aleancë. Unë besoj që ju keni bo ma mirë se sa të ri tjerë që rrinë indiferent, që po interesohin tema, ndërsa me Aleancën ju e mundësoni që vetë me ndiku, jo vetëm si do të votohet, po si do të vendoset për rinin e Ferizajt, për rinin e Kosovës, njëjtën kohë një ditë me qenë ju vendimarrës. Pra se qëllimi është ju me mrit e këto vendime. Ndërsa njëri nga ata të rinj që i u bashkua sot AK-s, tha se zgjodhën Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës pasi është subjekti i vetëm serioz që i jep mundësi të rinjve të angazhohen e të tregojnë potencialet që i kanë. Aleancës së Ardhmërisë Kosovës zoti Ramush Haradinaj, i nderuar kryetari i Degës zoti Xhavet Zariçi dhe të nderuar të gjithë të praneshëm. Sot është një ditë e veçantë për të rinjët e qytetit Ferizajt, të cilët më kanë përkrahur dhe bashkërisht kemi përzgjedhur subjektin politik. Subjekti i cili vazhdimisht po punon për rinin dhe popullin e Kosovës. Dhe njëkohësisht po jep çësje të rinjve për punën dhe mundësitë për të aktivizuar në interesat e popullit për të ngritur përpara sa më shumë këtë rini të shëndosh. Shumë të rinj po më pyesin për përzgjedhjen e Aleancës së Ardhmërisë Kosovës. Andaj edhe përgjigjja është se Aleanca është subjekti politik që dallon shumë nga subjektet të tjera, sidomos në mundësinë që po jep të rinjve. Dhe është i vetmi subjekt që nuk bën bunkerizime. Andaj edhe ne kemi analizuar duke mos marrë vendime ad hoc, por kemi zgjedhur Aleancën për të dhënë kontributin tonë maksimal për të rinjët dhe popullin e Kosovës. Mirëseardhje të rinjve Ferizajës, student, i u dëshiroi edhe kreu i Degës së AK-s në Ferizaj, Xhavet Zariçi, i cili tha se me këta do të bashkëudhtojnë në politikë për të forcuar shtetin e Kosovës dhe meritat nuk do t'i mungojnë të gjithë atyre që angazhohen varësisht prej kontributit që e japin. Ish kryeministri i Kosovës, lideri i AK-s, ka bërë vizita edhe në disa institucione të Ferizajt.